Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare, gjendemi në muajin e Ramazanit, muaj i begat, muaj mundësive të mëdhaja, muaj i faljes. Ky muaj dallon nga 12 muajt e vitit, për shkak të begative shpirtërore që gjenden të, për shkak se punët e mira shpërblen shumë fish në të, dhe për shkak të ngjarjeve historike që kanë ndodhur në këtë muaj. Muaji i Ramazanit është muaji i cili përmendet me emër në Kur'anin famlart. Shehru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji i Ramazanit në cilin ka zbritur Kur'ani. Dhe vetëm fakti se Zoti i Gjithësisë përmend me emër në Kur'anin famlart mjafton për të treguar rëndësinë dhe veçantinë e këtij muaji. Në muajin e Ramazanit besimtarët mbajnë agjerim, duke ju përgjigjur thirrjes dhe emrit të Zotit i cili thotë: "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." E kush për ju që arrin këtë muaj, atëherë le të mbajë agjerim. E bëjnë këtë sakrificë besimtarët si shenjë devotshmërie për kushtimin ndaj Zotit të Gjithësisë. Dhe i japin përparësi vullnetit dhe dëshirës së Zotit ndaj vullnetit dhe dëshirave vetjake. Muaji i Ramazanit është muaj në të cilin mbyllen dyert e zjarrit të xhenemit, hapen dyert e xhennetit, lidhen shejtanët. Thot profeti alayhi salatu selam: "Idha jaa Ramadan, futihat babul janna, wa ghullikat babun nar, wa suffidat ash-shayatin." Kur vjen muaji i Ramazanit, hapen dyert e xhennetit, mbyllen dyert e xhenemit dhe lidhen shejtanët. Në muajin e Ramazanit gjendet një natë e cila është shumë e begatë, më e vlefshme se 1000 muaj. Dhe Allahu Xhelal ka zbritur një sure të posaçme ku flet për vlerën dhe begatinë e kësaj nate. Muaji i Ramazanit është muaji në cilin ka zbritur të gjithë librat, një pjesë e mirë e librave hyjnor. E gjejmë në hadithe se profeti alayhi salatu selam na tregon që në këtë muaj kanë zbritur faqet që janë dhënë Ibrahimit. Në këtë muaj ka zbritur Tevrati, në këtë muaj ka zbritur Injili, në këtë muaj ka zbritur Zeburi, dhe ky është muaji në cilin ka zbritur Kurani famlart. Thot Zoti i Gjithësisë: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan." Muaji i Ramazanit në cilin ka zbritur Kurani, i cili është udhërëfyes i qartë dhe argument i qartë udhëzimi, është ai i cili e ndan të kotën nga e vërteta. Gjithashtu Zoti i Gjithësisë në sure dhe ajete të ndryshme të Kuranit e përmend këtë fakt kur thotë: "Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka." Inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne kemi zbritur atë në një natë të begatshme. Ne kemi zbritur atë në natën e Kadrit. Në natën e Kadrit Kurani ka zbritur në qiellin e dunjas. Në natën e Kadrit Kurani ka vazhduar të zbresë pjesë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, duke filluar në shpellën Hira. Me të vërtetë që këto janë të gjitha ato mirësi dhe begati të panumërta, të cilat e bëjnë Ramazanin muaj më të veçantë se sa muajt e tjerë të vitit. Dhe të gjitha këto veçori në vetvete na tregojnë se çfarë duhet të bëjmë në këtë muaj që të fitojmë nga mirësitë dhe begatitë e tij. Në hutbën e kaluar folëm për agjërimin. Inshallah taala në këtë hutbë do të përpiqem të ndaloj pak mbi rëndësinë e përkushtimit ndaj Kuranit dhe të leximit të Kuranit. Kurani ka zbritur si mëshirë e Zotit, si manual i përkryer
për t'i treguar të drejtën dhe të vërtetën njeriut. Thot Zoti i gjithësisë në Kur'anin famlart: "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara." Dhe zbresim nga ky Kur'an atë që është shifa, është shërim për çdo smundje shpirtërore, për çdo smundje dhe problem familjar, për çdo smundje dhe problem shoqëror me të cilit mund të përballet besimtari. Wa rahmatun lil mu'minin, dhe është mëshirë për besimtarët. Nga Kurani humbin vetëm ata të cilët largohen prej tij, e mohojnë Zotin e bëhen prej zullumqarve. Profeti sallallahu alaihi wasallam çdo ditë të jetës së tij zbukuronte me Kur'an. E sidomos netët kur çohej dhe falte namazin e natës, namazin e tahajjudit. Kalon tek Ibn Ishaku ka një libër të famshëm në lidhje me sjelljen e profetit alayhis salatu wassalam. Dhe tregon se nga leximi i profetit, nga mënyra se si e lexonte, nga sinqeriteti që e kishte, dhe nga ana e fortë poetike që kishte Kurani, madje edhe mushrikët e Mekës, ata të cilët nuk i besonin profetin, nuk e njihnin Kuranin si libër hyjnor, nuk rezistonin dot dhe nuk qëndronin larg dëgjimit të tij. Ai tregon se mohuesit dhe paria e tyre, siç ishte në atë kohë Ebu Sufjani, Ebu Xehli, Akhnes bin Sharik, shkonin fshehur asaj natën tek shtëpia e profetit alayhis salatu wassalam dhe dëgjonin teksa ai lexonte Kur'an kur falte namazin e natës. Secili të pozicionuar në një vend, në një cep ndryshe shtëpisë, dhe nuk kishin ndjeni për njëri tjetrin. Dhe ngjonin leximin e profetit alayhis salatu wassalam derisa linte dielli, derisa vinte agimi. Pastaj shpërndaheshin, mirë po rrugët e Mekës nuk është ishin shumëta, dhe takohen me njëri tjetrin në mëngjes. E shikojnë njëri tjetrin dhe e qortojnë, dhe thonë mos e bëjmë këtë veprim, sepse do të na shikojnë me ndjelehtët, pra i kishin për ndjekësit që ato i mashtronin dhe i merrnin mas vete. E pastaj do të bien dyshime, dhe do ta pranojnë pra fenë e Muhamedit. Mirë po, leximi i profetit dhe Kurani ishte aq tërheqës sa që nuk e mbajtën dot fjalën. Shkuan prap natën e dytë. Dhe përsëri u takuan mëngjes në të njëjtën mënyrë dhe e dhanë këtë fjalë. Shkuan prap natën e tretë. Dhe kur takuan mëngjesin e ditës së tretë, i dhanë fjalën njëri tjetrit dhe u betuan se nuk do ta bënin më këtë gjë. Ata me të vërtetë që i pengoi zilia, mendimasia, frika se mos humnin pushtetin, dashuria që kishin ndaj dunjas për të përfituar nga mesazhet e Kuranit dhe nga vetë Kurani. Mirë po ne do t'i bëjmë një pyetje sot vetes. Cili është sebepi që na detyron ne që të mbajmë distancë me Kuranin dhe të mos i përkushtohemi atij? Këtë pyetje çdo besimtar duhet t'ia bëjë vetes së tij. Profeti alayhis salatu wassalam jo vetëm që e lexonte Kuranin, por pëlqente edhe ta dëgjonte nga të tjerët atë. Transmeton Ibn Mesudi radhiyallahu anhu, i cili ka qenë nga lexuesit më korrekt, që e lexonte më së bukur i Kuranin famlar. Dhe një ditë i thot profeti alayhis salatu wassalam: "Ikra alayya al-Quran", më lexo Kur'an. Dhe Ibn Mesudi i habitur thot: "O i dërguar i Zotit, si të ta lexoj të Kur'anin kur Zoti i gjithësisë ta ka zbritur të?" Ai thot: "Lexo Kur'an
sepse unë pëlqej ta dëgjoj atë edhe nga të tjerët. Dhe thot fillova të lexoj tek sura An-Nisa. Dhe lexova derisa erdha te ky ajet. Fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. E si do të jetë gjendja atyre kur çdo populli do t'i sillim një dëshmitar që do të dëshmojë për veprat dhe punët që ata kanë kryer në dunja, e ty të cilëm dëshmitar për popullin tënd. Pra ky ajet i drejtohet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Atëherë ma vendosi dorën tek gjuha dhe tha: "Emsik, ndalo", dhe parë se syt ishin mbushur me lot. Pra profeti alayhi salatu selam pëlqente ta dëgjonte Kur'anin nga tjerët, meditonte rreth mesazheve të Kur'anit dhe prekej nga mesazhet që kalonin të. Si leximi i Kur'anit, si dëgjimi i tij kanë sevape. Dhe thot Allahu xhelal në Kur'anin famulart: "Wa idha quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." E kur të lexohet Kur'ani, dëgjojeni atë. Jini të vëmendshëm dhe hesni që të përfitoni nga mëshira hyjnore. Dhe përkushtimi i profetit alayhi salatu selam ndaj Kur'anit më shumë të ishte në muajin e Ramazanit. Transmetohet nga Ibn Abbas radiallahu anhu thot që profeti alayhi salatu selam ishte më bujari i njerëzve. Dhe bujaria e tij ishte shumë herë më e madhe në muajin e Ramazanit, sidomos kur takohej me Xhebrailin. Ai takohej çdo natë me të dhe mësonte Kur'anin. Pra profeti alayhi salatu selam në muajin e Ramazanit e ka mbaruar, ka bërë hatme të gjithë Kur'anin me Xhebrailin për çdo Ramazan. Dhe në periudhën kur ka ndruar jetë në Ramazanin e fundit e ka bërë 2 herë hatme Kur'anin bashkë me Xhebrailin alayhi salam. Kur'ani është shërim për zemrat e smura. Kur'ani është shërim për vezveset e shejtanit. Kur'ani është mirësi dhe begati shumë e madhe dhe i përfiton sevapet të panumërta besimtarit. Thot profeti alayhi salatu selam: "Lexoni Kur'anin sepse për çdo gërm të tij shkruhet një punë e mirë. E puna e mirë shpërblehet 10 fish." Dhe thot, nuk po them që elif lam mim pra është 1, por elifi ka 10 sevape, lami ka 10 sevape, mimi ka 10 sevape. E në hadithe na tregohet se profeti alayhi salatu selam thot: "As-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abd." Agjerimi dhe Kur'ani do të bëjnë shefat për besimtarin ditën e gjykimit. Pra do të ndërhyjnë që ai të falet dhe të përfitojnë nga mëshira hyjnore. Agjerimi thot Zotit: "O Zoti i gjithësisë, unë e provova këtë rob, e privova këtë rob nga ushqimi, e privova këtë rob nga epshet, nga dëshira që e kishte, prandaj fale atë." E Kurani do thot: "O Zoti im, unë e privova këtë rob nga gjumi i natës, prandaj fale atë." Dhe Allahu xhelal do t'i fal ata besimtar dhe do ta pranojnë ndërmjetësimin e tyre kush agjeron për hir të Zotit e kush i përkushtohet Kuranit dhe lexon atë për hir të Allahut xhelal. Zoti na e lidh fort zemrën mas Kuranit. Na mundsof që ta lexojmë atë, ta meditojmë atë, ta bëjmë pjesë të jetës tonë, ta mësojmë fëmijëve tanë. Se thot profeti alayhi salatu selam: "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Pra më i miri prej jush është ai i cili e mëson vetë Kur'anin dhe u mëson atë njerëzve të tjerë. Allahu na bëf prej tyre. Amin.